Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejtë nga studia emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me bisedën në studio. Sot Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë e cila është shoqëruar me përplasje, mirë po në fund janë miratuar edhe marrëveshjet ndërkombëtare, mirë po edhe rezoluta për vlerat e luftës. Në këtë seancë që ka nisur sot paradite ka pasur një debat të ashpër, sidomos në mes deputetëve të opozitës, pra të Aleancës për Paramarinë e Kosovës dhe të pushtetit. Në këtë rast, pra Timi Kadria i ka qenë ai që ka qenë shumë kritike edhe në raport me Donika Gërvallën, mirë po edhe me ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia. Për këtë arsye, në pjesën e parë të emisionit frontal do flasim me deputetin e Aleancës për Paramarinë e Kosovës, Timi Kadria, për të diskutuar edhe më shumë për debatin që ka qenë sot në Kuvendin e Kosovës, meqense lëvizja vendosje refuzojnë që të vinë në këtë emision. Pra në pjesën e parë të emisionit frontal do ta kemi Timi Kadrian, por para së gjithash kemi shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë. Mes shumë përplasjesh, Kuvendi i Kosovës voton marrëveshjen ndërkombëtare dhe rezolutën për vlerat e luftës. Vetëvendosja shpreson në vullnetin e Lumir Abdixhikut për zgjedhjen e presidentit, partia e tij e do atë kryetar të shtetit. Ministria e Pushtetit Lokal ka hequr flamoj serb në rrugët e Graçanicës, serbët ankohen, komuna thotë se do të kthejë sërish. Studentët e Universitetit PS protestojnë sërish kundër gjuhës fyese dhe kështnuese ndaj Ramush Haradinës e familjes së tij. Emisionin frontal e nisim me zhvillimet sotme në Kuvendin e Kosovës, ku deputetët janë mbledhur sërish dhe kanë miratuar marrëveshjen ndërkombëtare, e po ashtu është miratuar dhe votuar edhe rezoluta për vlerat e luftës. Në këtë seancë që ka nisur sot paradite ka pasur edhe debate të ashpra. Si pothuajse në çdo rast, seanca së premtes nisi një orë më vonë se sa kur do duhej. Dhe kur ajo filloi, pati propozime për ndërrim të renditjes së pikave të parapara për shqyrtim. Ne insistojmë që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë rezolutat të cilët e kemi propozuar këtu dhe masat janë tepër të rëndësishme që të trajtohen para marrëveshjeve ndërkombëtare. Me këto propozime fillimisht nuk u pajtuan nga grupi më i madh parlamentar, andaj u thirr pauzë. Pastaj bashkërisht vendosën që ato t'i trajtojnë pas deklarimeve jashtë rendit të ditës e pyetjeve parlamentare. E kur deputeti LVV Enver Haliti mori fjalën për deklarim, ngatroi emrin e kryekuvendares e UD presidentes. Nderuar kryetari i Kuvendit dhe ushtruese detyre presidentës zonja Vjosa Albolena Gjiu. Ish presidente. Pasti e mori fjalën ligjvënësja e AAK-s Timi Kadriaj, e cila hodhi akuza sa i përket gjendjes në sistemin shëndetësor. Në intenzivet qendrore ka aq pak krevate, sepse është për krejt Kosovën, sa mbesin tu prit korridoreve pacientët që janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Asaj u kundërpërgjigj ashpër ministri Arben Vitia, i cili e akuzoi për keqinformim e mosbesim në institucione publike. Me renovimin e emergjencës është shtuar numri i krevateve dhe thuash janë 4, kur janë 25, sinqerisht jo vetëm dezinformim, po dezinformim kardinal. S'po di që është me qujtë ndryshe. Përveç për Vitin, Kadria i pati akuza edhe për ministren e drejtësisë Donika Gërvalla që nuk ishte prezente në sallë. Në kohën kur Donika Gërvalla ka bodosje kundër UÇK-s, unë e kumbart edhe Kallashin, po edhe kom iku shtatë ushtrisë lirimtare. Andaj një mesazh për Donikën, mjaft, shkash mjaft dhe ball me këto fyrje. Po ka thonë edhe një fjalë urtë popullore, mos ta falt Zoti e vladën e keq, se mundet me ta fliqë dhe emrin e familjes. Pas pyetjeve parlamentare, Kuvendi miratoi me 90 vota pro, asnjë kundër e asnjë abstenim rezolutën për të vërtetën dhe dinjitetin e viktimave të luftës të propozuar nga PDK. Kosovës mbështet rezolutën për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës së Kosovës. Ndërkaq që me 81, 88 dhe 2 nga 90 vota, u miratuan edhe 4 marrëveshjet ndërkombëtare. Marrëveshja e kredisë ndërmjet Republikës Kosovës
por jo edhe rezoluta e LDK-s për rritjen e çmimeve të naftës dhe mungesa ndërhyrjes së qeverisë, për të cilën nuk votoi vetëvendosja. Nuk miratohet rezoluta për rritjen e çmimeve të naftës, mungesën e ndërhyrjes së qeverisë dhe ndikimin drejt për drejt në koston e jetesës. Në fund të ligjvënësit të zgjodhen Arlinda Muçen si anëtare jo prokurore të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Arlinda Muça. Ndërkohë, pas pak minutash pritet që të filloj edhe një seancë e re Kuvendit të Kosovës, për të cilën janë njoftuar në këto çaste deputetët e Kuvendit të Kosovës. Kurse sot gjatë ditës, procesi i përgjedhjes së kandidatëve për anëtar të KPM-s ka dështuar për shkak të mosverifikimit të plotësimit të kushteve nga aplikantët. Secili kandidat, unë po them kështu. Unë mblodhem për përgjedhjen e kandidatëve për anëtar të Komisionit të Pavarur të Medjave. Por procesi i verifikimeve të kandidatëve lidhur me plotësimin e kritereve për kandidim kishte disa telashe. Prandaj, anëtarja e Komisionit ad hoc për këtë proces, Time Kadriaj, kërkoi që listat fillimisht të finalizohen nga Departamenti Ligjor. Departamenti ligjor i trajton, nuk është punë e deputetit me e trajtu, për shembull listën e kandidatëve se kush i plotëson kushtet me kalu në fazën e intervistimit e kush jo. Tash veç sot jemi në seancë, deri të martën është pushim, ndoshta departamenti ligjor tash është në pushim, a mundet me i trajtu, pa ata duhet me na sill listën finale. Kadriaj pati edhe një kërkesë praktike. Kisha lutë stafin e komisionit ad hoc ta bën një grup në WhatsApp, komisioni ad hoc për çështjen për këtë përzgjedhje dhe të kemi informata, sepse unë në javës më ka funksionuar emaili zyrtar dhe s'kam pas asnjë informat. S'kam mund të marr pjesë ndoshta edhe në komision në konstituimin e këtij komisioni, s'kam marr për shkak se s'kam pas informat. E lidhur me dokumentacionin e kandidatëve, kryetari i komisionit deputeti Alban Bajrami shprehu pak habi. Atëherë po veprojmë kështu, na po i kërkojmë administratës që të punë me trajtu konform kushteve të konkursit, dhe për shkak se këto është e çuditshme, shumica e kandidatëve se kanë sjellë certifikatin e lindjes veç nëse s'ka qenë e kërkuar e njëjta, edhe ata në bazë të thirrjes që është bë për konkurs, ti trajtojnë në kriteret që i kanë. Si rrjedhoi Komisioni ad hoc për zgjedhjen e kandidatëve për anëtar të KPM-s, ka dështuar që të shqyrtoj listën e kandidatëve të nominuar. E kjo listë mbetet të trajtohet të martën. E një temë që është duke u trajtuar tash sa kohë është ajo për presidentin e Republikës së Kosovës, ka mbetur edhe pak ditë kur Kuvendi i Kosovës do të votojë për presidentin e ardhshëm të Republikës së Kosovës, mirë po gjasat që diçka të kryhet me lehtësi janë të vogla. Madje tash kohët e fundit po flitet se Elomir Abdigjiku mund të jetë kandidat për president, për shkak të ka thënë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Edhe vetëvendosja shpreson në vullnetin Elomir Abdigjikut për zgjedhjen e presidentit, kurse lëvizja pra Lidhja Demokratike e Kosovës shpreson që në krye të shtetit të jetë kryetari i këtij subjekti politik. Para gazetarëve heziton të flasë nëse do jetë kandidati i LDK-s për president. Por nënkryetari i këtij subjekti politik, Lutfi Haziri, deklaroi në natë më parë se Elomir Abdigjiku është kandidati i parë që e përkrahin. Natyrisht që po. Është mesin aty në kandidaturave dhe emri juaj. Sipas rregullës të parë, kryetari i LDK-s është kandidati i parë që ne e mbështesim. Dhe kjo nuk është diskutuar, sepse në rastin tonë, VV-ja nuk ka biseduar për emra të përveçshëm. Kur kemi biseduar për emra konsensual, kanë qenë emra për te partive. Por ne e kuptuam që me PDK-n ka pas emra të përveçshëm. Ndon se kryetari i LVV-s Albin Kurti po insiston se duhen votat e rreth 84 apo 85 deputetëve, tash nënkryetari i partisë po shpreson që gjejnë zgjidhje vetëm me LDK-n. Nga New Yorku, Glau Konjufca tha në një intervistë për RTV 21 se është optimist pas deklarimeve nga Abdigjiku. Me zotin Abdigjiku me sa e poshtë dhe përgjigjja e tij ishte që ai është i vullnetit që takimet vazhdojnë. Ky është një lajm i mirë sepse i jep do perspektiva për mundësinë e zgjidhjes së një presidenti. Gjithmonë do të shpresojmë që kemi kapacitet edhe mençuri që të shmangim disa zgjedhje që u mbajtën veç 4 muaj më përpara. Sidoqoftë, shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes pra lajmëroi takime të reja gjatë fundjavës e javës tjetër. Kryeministri sot ka një prezantim është në Londër siç jeni njëri, ndërkohë që
besoj që edhe gjatë javës, por shumë shpejt të vazhdojmë të. Por këtyre takimeve s'po u beson deputeti PDG-s Artan Behrami, sipas të cilit Kurti nuk do president fuqiplot. Mendimi jam personal është që kjo çështje është e mbyllur, me që këtë temë ka mbyll zoti Kurti, presidentin e ka zgjedh, ajo është Albolena Axhiu. Ato do të mundohet ta mbaj jo vetëm 2 muaj, 3 muaj, po përtej 6 muajit, i cili është i specifikuar edhe në gjykatë kushtetuese. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj është i bindur se po shkohet drejt zgjedhjeve të reja. Jo ndoshta, po jemi në zgjedhje. Pra, sikur kish desh me Azerbaixhan, ajo dim si shkojnë të punë, të procese. Ne kemi përvoja politike, disa herë kemi arritur me zgjedhje president. Takimi i fundit mes liderëve për këtë çështje ishte ai i Kurtit e Abdigjikut, i mbajtur të hënën që lam pas. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera. Ministria e Pushtetit Lokal ka hequr flamujt serb nga rrugët e Graçanicës. Serbët janë ankuar, kurse komuna ka lënë përshtypjen se do t'i kthejë sërish këto simbole të shtetit serb. Mendimin e Kranit dhe përcjelljen e policisë po i largoi një nga një flamujt serb. Në rrugët kryesore të Graçanicës, ato po largohen pas vendimit të ministrit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi. Pasi që sipas tyre ishin vendosur ilegalisht. Një ditë pas, ky flamur qëndronte vetëm në institucionet si komuna dhe shtëpia e shëndetit, ndërsa në stacionin policor valonte ai i Kosovës. Ky veprim nuk ju pëlqeu as pak qytetarëve të kësaj komune, ku shumica janë të nacionalitetit serb. Si mund të vihet flamuri i Shqipërisë në Kosovë, por jo flamuri i Serbisë në Graçanicë? Pse nuk zbatohen ligjet? Një standard pas standard është kundër ligjit. Në këtë rast është skelur ligji. Në një përgjigje për televizionin nga kryetari i Graçanicës Novak Zhivić, flamujt do të vendosen sërish. Mos u merakosni për flamujt serb, do t'i vendosim sërish. Në anën tjetër, ministri i Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi nuk i është përgjigjur pozitivisht interesimit të televizionit për të deklaruar për këtë temë. Kryetari i komunës së Skënderajt Samilo Shtoku ka bërë të ditur se ka dhënë urdhër për mbylljen e qendrave të ambulancave të mjekësisë familjare në 2 fshatrat e banuara nga komuniteti Pakicë serb në Banjë dhe Syrigan. Shtoku ka thënë se në to janë gjetur barna pa afat dhe keqpërdorime të tjera. Këto 2 AMF mund të rikthehen në funksion vetëm kur të integrohen plotësisht në sistemin shëndetësor të Republikës së Kosovës dhe të zbatojnë pa asnjë kompromis kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, sepse vetëm në këtë formë mbrohet jeta dhe shëndeti e qytetarëve pa dallim, ka shkruar Shtoku. Nga qyteti i Skënderajt shkojmë në Pejë, atje ku sot është mbajtur një protestë e studentëve. Sheshi kryesor i Pejës të premten është mbushur me studentë dhe qytetarë për të kundërshtuar fyryt dhe gjuhën e urrëties ndaj ish-komandantit të zonës operative të Dugaxhinit Ramush Haradinaj. Këtë protestë organizuar studentët e Universitetit të Pejës Haxhi Zeka, në të cilën thanë se nuk do të heshin karshi shtrëmbrimit të historisë. Mes parullave, unë studioj shqip, falë ushtrisë lëndërore të Kosovës për UÇK-n, me UÇK-n largëduar nga UÇK-ja, studentët synuan të dëgjohet zëri i tyre edhe më shumë. Për gjuhën fyse që po përdoret ndaj figurave qendrore të ushtrisë lirëtare të Kosovës, për gjithçka që lidhet me luftën, mirë po edhe për zhvillimet aktuale politike në vend, me mua në studio është deputetja e Aleancës për Armiqin e Kosovës, Time Kadriaj. Time, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni në emisionin frontal, sot ishe në kuvend, madje pom që ishe kanë begi nervoz. Çfarë ndodhi se na po me po Timen, se na mësumi po Timen kaq nervoz. Zakonisht s'jam na gjane mirë, por zhvillimet e fundit na kanë bo që edhe situata në kuvendin e Kosovës me qenë pak ma e të ndosur.
dhe vjen një moment që gjithë shkafës duhet me I thonë jo, edhe gjithë shkafës duhet me I thonë që është stop, sepse nuk lejohet ma të fyhet ushtrisë qlirimtare Kosovës edhe të fyhen herojt e gjallë të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, sepse këto praktikat instaluar nga lëvizja vetëvendosje për me fy gjithçka çka I përket luftës dhe ushtrisë qlirimtare të Kosovës nuk do të lejohen. E keni pa këto zhvillimet e fundit, e keni pa ekspozitën, shtrembërimi I historisë të drejtave të Kosovës, financimi I kësaj ekspozite nga Kuvendi I Kosovës, me pas sponsorizimi I ligjit I librit të Shkelzen Goshit, pashtu nga Ministria për Punë të Jashtme, atëherë kur ministër ka qenë Zonja Gërvalla, dhe dhe më thonë shtrembërimi I historisë, dikush duhet të flasë në fakt, duke qenë modest edhe komandantet e thash sot në fjallën time hyrëse thash disa njerëz bartin mbi supe peshën e adhevt, peshën e kombit, peshën e historisë, po dhe peshën e familjes së vet, edhe duke bartë gjithë këtë peshë, ndoshta nuk po e lejojmë vetëm me ballafaqu ose me kundërshtu gjitha ato fyre dhe gjitha ato denigrime që përbohen për figura historike dhe normal që vjen momente që duhet gjithë secillit me a thonë fytyrë të vërtetën. Sot pra e ke thënë diçka për Donika Gërvallën, ministrën e drejtësisë, mos të folë zoti e vlodën e keq se ta fliq emrin e familjes. Qa ke dosh me thonë me këtë? Unë po mendoj që është e lexueshme, e kuptueshme, sepse ne si aleancë për shkak të Jusuf dhe Bardash Gërvallës, për shkak të nënës saj që e kemi pas të ndaluar, me thonë, dhe të rekomanduar nga vetë Ramush Haradini, se çfarë do që e flet Donika Gërvalla ne të heshtim. Mirë po duke po që ajo s'po e ka në konsiderat, s'po e ka në konsiderat këta që po e kursim, mos me fy, kjo veç po vazhdon me atë jargonin e vjetër dhe po vazhdon me fy, edhe këtu kom dash thjesht në asnjë moment me fy familjen Gërvalla, veprën dhe historinë e Jusuf dhe Bardash Gërvallës, në nënojshë që kom njoftë edhe personalisht edhe që e kemi vizitu deri në momentet e vdekjes nga gjithë aktivistët e asaj kohe që kemi zhvillu aktivitete që shenë ndërimi brigada më e fuqishme, brigada 131 e ka pas emrin e Jusuf Gërvallës që është udhëheq nga vetë generali Daud Haradinaj. Ne po shohim se asgjë për këtë ministër nuk është e mjaftueshme dhe pozicioni vetë personal duke pozicionu krah Albin Kurtit, po duke dash me e forcu vetën krah Albin Kurtit, se shiko, unë e kam guximin edhe të shaj edhe të ofendoj, unë mendoj që I ka ardhur fundi. Çka ju ka shoh, çka ju ka ofendu Donika? Në vazhdimsi ka shojt, ka ofendu dhe ju e keni pa gjitha ato zhvillimet në një seancë paraprake, ku zoti Haradinaj në fakt aty doli për t'i mbrojt gazetarët, kur zoti Kurti tha që ata po financohen me pare, me thos, nga Serbia demek me e sulmu lëvizjen vendosje dhe aty zoti Haradinaj u përgjigj se je ai edhe që është vërtet që ti financon ato grupet e tuaja edhe që janë aktive për me shoh dhe me fyr shqiptar, kjo është e vërtet në gjithë e dim, sepse ekziston grupe të organizuara që në momentin edhe sot këtu besoj sa po intervistohem në faqen tuaj zyrtare kemi pas fyrje të vazhdueshme, ofendime të vazhdueshme. A pengojnë këtu atë? Me të thonë të drejten, në fillimet e para po e kemi pas se këtu po bojnë qëllimshëm në mënyrë që na duke u friguar për këtyre fyrjeve të tyre, të mos flasim, të mos e thojmë të vërtetën, të mos e monitorojmë punën e qeverisë, dhe më thonë edhe të ballafaqojmë qeveri me probleme, po e kom thonë edhe një ditë në parlament edhe po e përsëris fare nuk I lexoj komentet, kështu që jam rahat. Në shkru. Po, e përmene pak veprimin ose reagimin e Donika Gërvallës që e pat në përballjen në seancën paraprake
në përballjen e Ramush Haradinaj që kishte me kryeministrin, ishte një reagim i Donikës, ne nuk e dëgjuam ça flesteve që e pam shprehjet e saj kështu me dorë. Çka ke ai komunikim, çka ke ai reagim? Asnjë në fakt Ramush Haradinaj zyrtarët e qeverisë përderisa ti nuk i drejtohesh, ata s'kanë drejt për veprimet e tilla. Na kem të drejtë çfarë do veprime me bo si deputet, sepse ajo është shtëpia jonë. E deputetit është shtëpia. Ata e musafir, qeveria është musafir, që duhet marrë me u përgjigj, qoftë në pyetje parlamentare, se me dëgju hallet dhe shqetësimet që i kemi që i adresojmë, e jo me pas asnjë sjellje të tillë. As na se kemi dëgjuar, në fakt gjithçka ka rrjedhë shumë shpejt, veç ajo lëvizja me duare, me gishte, ka qenë tepër e pakëndshme, dhe me të thonë të drejtën, edhe nes keme mujt me organizu, nështë momentin e caktuar me reagu, me thonë t'i zoj, dje ku e ki vendin, ullë aty të vendi yt, edhe nuk ki të drejti me pengu deputetin, se në këtë razoti Haradinaj, është deputeti ku vendit Kosovës, dhe qa ka qenë edhe ma ironike dhe absurde, Albolena Haxhevi a ndalë fjallën për përdorimin e gjuhës jo parlamentare dhe nëse e bëjmë krahasime se çfarë gjuhë ka përdor vetë Albolena Haxhevi, ka shi ish krye parlamentarëve, ish kryeministrav, ish ministrav, s'kemi çka të thojmë, dhe më thonë, nën sens është dhe tash ta krahasosh një që po thu mashtrues, gjuhë parlamentar. Zagorm duke t'ju thënë. Edhe po, normal se pas aty në veprimeve dhe këto se vërtet kanë grupet e tilla të organizuar që fynë edhe ofendojnë çdo gjë që ka lidhje me ushtrinë qeverimtare të Kosovës, tash edhe me komandantët. Po. E përmende më herët pra që ju keni vizituar edhe në kohë lufte, po edhe pas lufte nënën Ojshe, ju së Gërvallën s'keni pas mundësimi taku ose me njohë, veç keni dëgju për ta. A ka trashëguar diçka Donika nga familja e saj, nga gjyshja e saj me që e keni njoft? Jo, nëse i keni pa deklaratat e në Sajshë se sa me pjedestal flet për Ramush Haradinaj, sa me pjedestal flet për ushtrinë qeverimtare të Kosovës dhe thot që do të vdes e qetë se po e shoh që amaneti i Jusuf dhe Bardosh Gërvallës po vazhdohet, është e tillë. Po ashtu ne kemi raporte tepër të mira edhe me agjen e Donikës, me familjarët e Donikës, ju e dini që në një situatë tjetër të tillë që e ka ofenduar ata janë familjarët Gërvalla janë distancu për gjuhës së përdorur nga Donika Gërvalla dhe tash është momenti me i thonë, nëse Donika Gërvalla është gruaja e Jusufit, ne e respektojmë heronj. Jusuf Gërvalla, Bardosh Gërvalla, sikur se i respektojmë gjithë herojt dhe dëshmorët e kombit, po nuk e kemi obligim me i duru fyret dhe ofendimet të Donika Gërvalla. Se ke gjuhë e Donikës në raport me generalët e luftës të cilët ajo i ka quajtur se generalët e vetë shpallur, herojnë të vetë shpallur? E thash, momentin që është të rështu krah Albin Kurtit, unë nuk e thash rasisht, për shembull në një studi televizive që s'më me e thonë, ku ajo e ka pranuar që ka bërë dhe dosje kundër ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Pse është kjo urrejtje, unë nuk muj me e kuptu, as nuk një vajzë që është vajza e Jusuf Gërvallës, me përdor zhargon të tillë, me qenë kundër idealit të babës së vet, të agjës së vet, me qenë të idealit të shumë luftëtarëve dhe dëshmorëve. Edhe familjarët e tjerë Gërvalla që janë të vrarë në luftën e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, unë nuk muj me e kuptu se çka po pretendon Donika, çka po don me arrit me gjithë këtë gjuhë, me gjithë këtë urrejtje që e ka për komandantet për luftën e ushtrisë qeverimtare të Kosovës, që unë moj me fol thash për rajonin e Dugaxhinit, e kanë pas, familja Gërvalla ka pas respektin maksimal. Edhe e kanë, edhe i kemi bashkëpunëtor, edhe i kemi në strukturat partisë, edhe i respektojmë ende, me mos të flasim për figurën e Jusufit edhe Bardoshit, por ju vetëm Donika, sepse gjuma fyse ndaj komandantëve është edhe nivele tjera, për shembull para 2 ditën e peju arrestu një qytetar
i cili e fyll dhe jo vetëm Ramosh Haradinajn, po edhe familjarët e zotit Haradinaj. Ai person është arrestuar, mirë po këtu përshënje portret të komandantit e zonës operative të Dugagjinit, zotin Ramosh Haradinaj. Pse njerëzit i pengon figura Ramosh Haradinajt? Se s'mundën me qenë Ramosh Haradinaj. Ne nuk ju kemi faj që këta në kohën e duar, në momentin e duar nuk kanë qenë aty ku duhet. Nuk mundet mori shkru historia, nuk kthehet periudha e lavdishme ushtrisë qlerimtare të Kosovës. Tash njerëzit që kanë të meta të tilla, ata po dojnë me bo dhe Republikën e Tretë. Njerëzit që kanë të meta të tilla tash, ne nuk mund ta kthejmë luftën ose siç po pretendojnë për mu bo heroj, nuk mund me kthye, se historia sjell momentumin. Nëse ti përgjigjesh momentumit në kohën e duhur, në periudhën e caktuar, ka mu gjithë secili me kohën si Ramushi, kush si kanal. Si Ramushi si komandant të tjerë, si kanal kush ta japin kontributin si që ka kontributin familja Haradinaj. Një familje përfshirë në luftën e ushtrisë qlerimtare të Kosovës. Ata unë nuk e di çka do të më thonë. Mirë po ky zhargon me Facebook e Face, edhe janë ushqy pikërisht për lëvizjes vetëvendosje, grupeve të organizuar nga lëvizja vetëvendosje për me i fy. Mirë po tash edhe me ato adresa fake që janë, teknologjia ka avancuar. Teknologjia është avancuar edhe në momentin që ti e shikon një profil, edhe pse është fake, mundesh me e gjetë se prej kuhet është shkruar një mesazh, prej kuhet është adresuar një kërcënim. Kështu që unë besoj që gjithë shoqënia do të punojmë në atë drejtim që me i demasku të gjithë ata, edhe pse po e dim edhe po e thojmë publikisht, po thomë janë grupe të organizuara, ashtu siç e kanë thonë ish partijak, televizës vetëvendosja në studiet televizive që sot nuk janë, kanë tregu për sollat që janë me njerëz që paguhen, ata njerëz që paguhen në sociale, por dorën publikisht dolej bile ke shumë pushtër, po ai madje dol të shtatorja e vllaut Ramosh Haradinajt. Po shumë mirë, po tash le të përgjigjet drejtësisë. Ju e patë që sot u votua një rezolut për mbrojtjen e vlerave të luftës në kuvendin e Kosovës, po që unë në vazhdimsi jam të kërku që të bëhet një ligj, sepse ligji është obligativ. Do të flasim për punimin e kuvend, po se në kanë shfaq pikërisht një fotografi nga koha e luftës. Qysh nihesh ti me se ish ushtare e ushtrisë qlerimtare të Kosovës si mjek e luftës, po ashtu kur dëgjon që fyhet në të tilla, në një fjalor të tillë çfarë kemi dëgjuar Ramosh Haradinaj, duke qenë se ti ke pa në momente ndoshta më të vështira zotin Ramosh Haradinaj dhe të tjerët. Qysh është për një ushtare kur i shoh komandanti? Është të fyhet lufta, periudha e luftës 98-99, është si më u fy historia, si më u fy kombi, si më u fy e ardhmja, e kalumja ardhmja, janë si më u fy gjaku i dëshmorëve, edhe plagët e luftës e invalidëve të luftës, po edhe mundje e sakrificat të veteranëve të luftës. Kjo është, kjo uniform. Këta njerëz, si që janë familja Jashari, familja Haradinaj, familja e Zahir Parazitit e të Mondit, e gjithë e Agim Ramadanit, e Sali Qekut, e Hakif Zejnullohut, e Adrian Krasniqit, do më thonë, e gjithë heronjeve të Kosovës e veteranëve, do më thonë, po fyhet krejt, gjithë shka, po fyhet historia, po fyhet liria, edhe pavarësia Kosovës po fyhet, se falë gjakut të dëshmorëve, falë mundit, sakrificëve, plagëve, ne sot e kemi një 17 shkort, ne sot e kemi ushtrinë në Kosovës, ne sot e kemi lirinë në Kosovës, falë pikrisht kësaj lufte, këtij kontributi. Kur është bërë kjo fotografi? Në qershor 99. Qershor 99. Kjo është Iliriana, po? Po, doktori. Se më shku një ushtar i Kosharës. Bile, 2 prej ty një kom pas dje në emision, edhe mas emision kem dalë kem pi kafe, edhe më kanë folë shumë për ty, edhe për Ilirianën. Bile, tash po më shku një anë prej tyne, po më thot, Time Kadrijaj dhe Iliriana Hasaj. Janë heroinat gjalla.
për gjithat kontribut të jashtëzakonshëm që kanë dhënë në luftën e ushtrisë lindore të Kosovës e përmend edhe Kosharen. Falenderoj ushtarin që po e thot një të vërtet kemi qenë një ekip mjekësor, shumë i kompletume, kemi qenë shumë ushtarë të mirë, po kemi qenë edhe mjek të zot të kalitur në përbijat e frontit. Nuk kemi qenë mjek që kemi najtë në prapavëj, po kemi qenë mjek që kemi qëndru në vijat e parat e frontit. Këta më me dëshmu, nëse unë sot për flas, nëse unë sot për e flas, më me dëshmu pët në kondon që këto po të shkrujnë, edhe kanë me të shkru, që edhe pse femra, si doktoresha, kemi qëndru në vijat e parat e frontit. Po dëshma dhe kje fotografi, dhe ma uniforma, jo uniforma e mjekës, po uniforma UÇK-s. Jo, na kemi bartë uniform të UÇK-s, jo uniform të mjekut, sepse ashtu, uniforma ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me këtë uniform kemi operu, sepse ne kemi qenë ushtarë, kemi qenë në radhë të parë ushtarë, e në radhë dytë kemi qenë edhe mjek. E thasë të kuvend që je kanë mjeke, po ke përdorur edhe kallashin. Po, është shumë e vërtet, jemi stërvit edhe si mjeke, e unë e kom bartë armë, kom bartë non-stop, edhe në atë fotografin që ishim me komandantin Ramushin, në brez e kom pas një armë, kemi bartë edhe armë. Apo bon tash, a ki armë tash? Kom leje, po nuk mbaj. Po, kom leje, kom marrë leje, po nuk mbaj armë për shkak se s'kom nevojë. Shala kur nuk bjen me përdor armë? Nuk mbaj armë se nuk kom për shka, edhe pse askush nuk beson se nuk bartë armë. Që në pyta pikrisht të besu që e ki jënë në shok. Ajo fotografia tjetër ishte një ushtar të cilin, po, kush është kjo ushtari? Kjo është komandant Musa Gjakova, atje është komandant Agron Haradinaj. Agron Haradinaj që ka vdek, po, është Agron Haradinaj aty, e kjo është Musa Gjakova. Argjall, Musa? Musa po, është një prej komandanteve të Kosharës që ka qenë, po ka qenë i plagosur këto. Interesant ato që e ka rok plumi, e shetë se në gjokë se ka rok, dhe adin shka e ka pështu, se në këtë gjepin që e ka pas këto, e ka pas një blok shënimesh. Edhe plumi ka ro, në atë blokën e shënimet, po edhe s'ka mujt me depërtu komplet, kështu që e ka pas fatën e ka pështu. Qfar fati? Kjo ka ndohë në Koshara, po? Po në Koshara. Dhe gjithë kë kontribut, gjithë kjo sakrificë, gjithë këto hjeki që keni pasur time, 27 vite pas luftës, ju fyhni me lehtësi, qoftë në për adresa falco, qoftë originale, qoftë edhe njerëz që dalin në shesh qytete dhe i fyhn ushtarët e UÇK-s, i fyhn komandantët e UÇK-s. A e ke menuar ndonjëherë që vjen kjo ditë? Jo, nuk e komendu asnjëherë që do të ballafaqohemi në këtë ditë, sepse thash problemet tek ne është që janë ushqy këto, janë ushqy këta njerëz që me dalë me fy, edhe kjo po bëhet për përfitime politike. Ata njerëz që s'kanë qenë luftë dëshirojnë përfitojnë politikisht duke i fyer Ramushin, këtë rast familjen Haradinaj, edhe këtë familje tje, nëse edhe komandanti legjendar dhe një ashaj po të kishë qenë gjallë, po më duke që dhe ata kanë pas me fyë dhe jo me lartësu, që e ble me lartësu sepse e kemi komandant legjendar, familja Jasharën, familje legjendar, njëjë si kurse është familja Haradinaj, po e kishim fyë, edhe këta e kishim fyë. Jo, se kemi mendu korë. Unë e thëmë, në atë periudhë ka qenë entuziazmi madhë, na duhet mi falendru gjithë ata djemë dhe vojza, që në ato kushte, në ato rrethona, parë matem, kushte jo shumë të mira, ju kanë përgjigjë kushtrimit për atë dhe nuk kanë hezitu edhe pse e kanë ditë që do të mbesin në vijat e frontit, që do të binë në altarin e lirisë, që do të jenë invalid të luftës, pa dur, pa kom, edhe veç që me sjell lirinë e Kosovës, sepse populli Kosovës ka botë tepër shumë, ka dhonë shumë, për me arrit këto, edhe falë Zotit që sot e kemi lirinë e Kosovës, e kemi edhe pavarësinë. Sot e kemi lirinë, mirë po sot e kemi lirinë edhe me keqpërdor ata, pra me fy, me përdor epitetet ndryshme ndaj ushtarëve të UÇK-s, ndaj udhëheqësve të luftës, madje për këtë arsye sot Kuvendi i Kosovës e miratoi një rezolut. Çka përmban kjo rezolut? Rezoluta është tepër përmbajtësore,
Po thelbi është që do të mbrohet çdo vlerë kombëtare. Tash duhet bëhet edhe një ligj që të mbrohet. Ai që ka me fy UÇK, ai që ka me fy një komandant, ai që ka me fy një figurë historike, do të përballet me ligjen. Do të përballet me ligjen. Nuk do na unë më marr me fyrjet e dikujt që më fyn mua ose që fyn bashkë luftëtorët e mi. Le të merret ligji. Le të merret ligji, le të merret policia, ata le ta kryejnë punën e vet, edhe të përgjigjen para ligjit për damtim të imazhit, për fyrje, për ofendime, për kërcënime. Atë ka ndodhur kështu edhe katër sy me të fy njerëzit? Absolut jo. Absolut jo. Absolut jo. S'ka ndodhur sepse do isha ballafaquar me tonë të drejten, është bërë nashta në një periudhë ma propa, do isha ndi keq, edhe do e kisha shmong, do e kisha shmong, për shembull do isha bërë se s'po e dëgjoj se çfarë po thonë, edhe do isha po momentin tash nëse do të fyna direkt, normal që do t'ju kundërvyhem. Nuk guxohem me reciprocitet. Po, edhe në këtë relacion. Reciprocitet. Po, shumë shkurt do të flasim për Koshorën, sepse do të pyes pak edhe për zhvillimet politike këto në Kuvendin e Kosovës. Dje janë bane së 7 vjet që kur ka filluar betejë e Koshorës, i pash disa fotografi që i keni publikuar dhe jo në Facebookun tuaj duke kujtuar pra betejën e Koshorës. Pra kjo fotografi, tash nuk e di o bo kjo në Koshore, po dikun tjetër? Po në Koshore është bo, jo në Koshore, është në pikat para të frontit. Po. Po e një komandantin Sali Qeku atje lartë. Po. Bëris Tërzhnjeva, Rapini, o Sheqer Maloku, Dr. Resha Rivo është. Unë jam aty edhe një ushtar tjetër, për momentin s'po më kujtohet emri, Hilmi, po më duket e ka. Këtu na patën ftu, ka qenë një ushtari plagosur, i mërdhirë, edhe o dosh na, se atëherë s'ka pas infrastrukturë, po, o dosh me udhtu me orë tona për me shkue atje me mri, koha ka qenë tepër e vështirë, ka qenë shi, ka qenë borë, loq, dhe o dosh me orë të tëra me mri me trajtu atë ushtarin atë. Që shko gjendje tina? Ajo ushtari, po, ma mirë, ka shpëtu. Aty për aty e keme dhonë ndihmën e parë dhe ka shpëtu. Jo, që shetë gjetë kur shkut aty? Jemi kontaktu për mes radiolidhjeve. Dhe më thonë, jemi kontaktu për mes radiolidhjeve që në qëtë pjesën, sepse kemi funksionu në Koshare për mes radiolidhjeve. Për shamë në momentin që është lajmërue, që ka një të plagosur, në cilën pikë, një për mjekëve, ka marrë dhe staf në timës edhe në shku në atë pikën. Në momentin që o lajmë tjetëri mjek ka shku në atë pikën tjetër, në më thonë kemi qenë te për mirë të organizuar. E qëfar gjendje ke ushtari plagosur, qëfar gjendje i shkon? Mesatarisht ka qenë i plagosur, po... Më duke qenë ta i mërdhit, apo dok? Edhe i mërdhit ka qenë sepse ditët e para që ka fillu e thyrja kufirit shqiptar, nuk ka pas ndrime me ndru ushtar që ka nejt në atë borë edhe atë carë, dhe janë mërdise, edhe se kanë shu, ashtu kanë përbalu dhe nuk e kanë shu vjen e frontit. E kanë përbalu, nuk e kanë shu vjen e frontit, sepse e kanë ditë që nësa ata e lëshojnë, derisa është konsolidu, dhe më thonë shtabit, derisa janë konsolidu që me bo me ndrime, me u zavënsu ushtari, me ushtari tjerë, që ata më këthy dhe në bazë, me u bo gate për ditën e nesërme, ditët e para vërtet kanë qenë ma kaotike, për shkak derisa janë pozicionu mirë ushtarët në për pikat, në për vijat e para të frontit, derisa jemi pozicionu edhe na mjek, sepse kemi pas vështërsi. Se mu më kujtohet shumë sak natën prej papaj, jemi nisë natën me shi, me burë, ftoft, me opozicionu prej papaj me shku në padesh që u konë ma afer kufirit, dhe o dosh në tërë të plot me lëbis, për shkak se nëse kishëm dhejtë dishka natë ishëm brejt pej forcave të serbe, na kishën qëllu edhe kemi shku dheri në padesh. Atje bana që kemi qu në një lëndin, i kemi vendos në një lëndin, i kemi mblu me një kese të madhe. Besa s'kem pas lastik, se s'po di që është me u shprej, me tonë ma fjallë ma popullore, as vetë s'kemi pas ku mu sërhu në për shi,
A beson atë lastikun e madhe kemi hynë të barnat kemi hynë edhe na mjerë. Deri dikun pas mes nate një shtëpi aty vjetër kemi trokit, kishën qenë një motër e një vlla aty dhe i kemi thonë a more me hi edhe na kanë dhezë një zemë me ngosë. Po, kushtet kanë qenë mizerja. Agim Ramadonin të karomi taku? Po, e kom taku. Çfarë kujtimi ki për Agim Ramadonin? Kom kujtimet mira, sepse në Koshar nuk kom shku veç me 9 prill, kemi shku edhe në fund vitit 98, fillimet të 99-ës, për shkak se unë pjesën e parë kom qenë Dugaxhin, me pas me disa të plagosur një prej tyre ka qenë edhe vllavi Ramosh Haradinet, edhe e kemi pas edhe një të plagosur Enver, po edhe një plagosur tjetër e kemi pas të Podujeves. Kemi kalu në për Rugov, kemi qëndru në Rugov, me pas Malzi, derisa kemi qenë në Shqipëri, me pas atë puna për me hy, me u këthy, në vijat fund ka qenë tepër e vështirë, për shkak të zonave të minume, bile kanë qenë këto njësia speciale që ka qenë edhe Begriza shpesher, kemi thonë mena me vete, tha, po dëni me ardhë, po keni me na marrë në qafë edhe neve, se na tash a me luftu nëse bim prita me armikën për veti, a me këshur më kujdes edhe për juve. Edhe kemi ngell në Koshare, kështu që e kom taku në ato organizimet, ja kemi nismi konsolidu sistemin shëndetësor atje, kemi raportu se qka po bojmë si sistem shëndetësor, se kanë qenë këto para përgatitjet e para, edhe raportojshëm aty në shtabë në Koshare, po. Kujtimet ma të mira, organizim të mirë, pashto për Saliqekun. Saliqekun e kom njoft edhe ma herët për shkak se ka qeni dëqanit, ka pas raporte shumë të mira me vlezërit e minë në atë ko, me njerën vla ka pas, kanë qenë bashkë edhe mbërkrimtarin në diaspor, në Stuttgart, kanë qenë bashkë organizime, edhe me thonë drejten e kom di si me pas familjar. Edhe gjithmonë ku ka komuniku me vlaun atje ka thonë... Ka vetë për ty. Po, jo, ka thonë tima është e sigurt se jo mune këtu, nuk ka në një problem se më ka mu këtu si me pas, si me qenë ti, ose si me pas vla. Kështu që kemi pas raporte shumë të mira dhe familjare, që vazhdojnë ende me qenë ato raportet të mira familjare, që i vizitojmë, në vizitojnë, është respekti ndërsjellë. Se po du më dollë të politika, po tani po shfaqen fotografi, për shumë pisho këto Milem Zejken. Milemin Nasimik në po? Po. Nasim Radinaj. Milem Zejka, a u konë gjithë që shto, që shonë shtash, fani, të bo humor, apo në luft? Po a gjithë që ashtu ka folë, nuk është që u kursy, pa folë. A i s'po kursej të studio televizive, jo në front. Edhe tash më qenë se u përmendën gjithë, Shaqir Krasnin që u ka është një luftetar i Zoti, ka qenë që o vra pas lufte, po, i Klinës, ka qenë një ushtar i Zoti i cilin në Dugaxhin, është plagos shumë rëndë, ka shku në Gjermani, o shëru, edhe o këthy prapë në Koshare. Në më thonë, kjo ka qenë kontributi i Shaqirit si një luftetar i Zot. Në njerit që plagoset për vdekje, shpëton, shkon shërohet, edhe kthehet prapo këthym Koshare. Edhe vritet pas lufte? Po, vritet pas lufte. Qëfar rëthona shëvro? Ende zdihet. Nëjse. Në fakt, Shaqirit që na me pseudonimin e keme thi Ruka, është i Grabanicës Klinës. Klinës, po. Qa po ndodhë në kuvend dojtima, apo i banë këj kuvend presidentin a ju? Nuk po duket po tash që këta po shrifen se janë tjepër punëtor, qofë me përzgjedhjet të antarëve të bordit të RTK-s, Këshillit Pambar, mediave, po dhe kalime në një mëri ligje me procedurat dhe përshpejtuara, po shifet se kjo është një agjendë zgjedhore. Nuk po shofim se e kanë plan me bo një zgjedhje, sepse nëse kish dash me bo një zgjedhjet ndrysh, i thirë lideret e partive politike ulesh diskuton, në momentin ti që nuk e kitë edhe të vota me zgjedh presidentit i duesh me lëshupe, me thonë hajde, sjellin një kandidat për shembull opozita, ose një kandidat
konsensual që s'po shihet në horizont, ndërsa afatet kushtetuese janë të kaluar. Po, vërtet, edhe më pëmbjen keq që populli ka votuar Albinën për me bo zgjidhje, e jo me bo blokada. Time në pyetje, pse nuk po jufton, sepse partitë tjera po jufton takim, ju Aleancën as në takim nuk po jufton Albin Kurti? Ne edhe duke qenë parti tepër kritikuese dhe kështu nuk kishim shku në takime, se po shohim se gjitha këto takime që po i bën me PDK-n edhe me LDK-n nuk është në një seriozitet i takimit. Ai po thirr me thonë sa për të takuar, ndërsa keni pa me LDK-n sa po del për LDK-s thot nuk janë mjaftueshme 81 vota, duan 85 vota. Atëherë ku po dën ti me i marrë 85 vota, atëherë po i bjen që duhet me bashkëpunu me PDK-n, po njëjt edhe me PDK-n nuk po gjenë zgjidhje. Kret kjo po shifet që nuk ka. Tipi konvenant se momentin që po ngelet si qeverinë detyrë nuk po ka mbikëqyrje parlamentare, edhe kjo rëmuj shtetënore, vërtet s'ka kuptim edhe populli nuk ja ka obligim. Unë nuk e menoj që 51% popullit e kanë votuar Albin Kurti me borë muja të tilla. Ata kanë votu me qeverisë me vendin. Okej, e ka formu qeverin, i ka shtu digasteret ministror për me i përmbush egot e njerëz vetë për me qenë ministra. Ky njeri që ka arë me premtimin me zvoglu kabinetin qeveritar, ky e ka shtu kabinetin qeveritar, dhe tashti po e dërgon, po donë që dhe postën e presidentit ta ketë për vetin në mënyrë që ta ketë në kontroll gjithë shtetin. Nuk mundet me e pas në fakt, sepse gjykata kushtetuese në verdiktin e fundit shumë qartë e ka përcaktuar. Nuk kalon dilema që nëse për 33 ditë nuk zgjedhet presidenti, nuk kalon dilema që të diskutohet çështja e zgjedhjeve, po ka deklaruar se vendi me automatizëm shkon zgjedhje. A jeni gati për zgjedhje ose Aleancë? Po, ne jemi kështu ashtu jemi edhe në proces të mbrëmshëm zgjedhor, jemi në proces të mbrëmshëm zgjedhor, po planifikojmë brenda afateve kushtetuese se edhe zgjedhjet brenda partisë janë të detyrueshme në afat 4 vjet, edhe na dojmë respektu edhe këtë afat. Normal, unë prap po e potencoj. Nuk është mirë që vendi me shku zgjedhje, sepse ka kosto të lartë buxhetore, ka kosto shumë të lartë buxhetore, dhe tash ajo po i bjen që brenda 15 muajve vendi 5 herë me shku në zgjedhje. 3 par zgjedhje nacionale dhe 2 lokale, duke përfshi edhe balotazhin. Atëherë, gjithë ky buxhet që po shpenzohet për një ego me shku në zgjedhje, normal që e ka emrin fajtori vetëm dhe emri i vetëm që është fajtor për zgjedhje është Albin Kurti. Ti mund të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal, tash nga emisioni do të shkoni në Kuvend, apo? Po, do të shkojmë në Kuvend, sepse ju e keni pa me procedurat e përshpejtuara, pa qenë nevoja, sot kanë tentuar t'i fusin disa projekt ligje me shmangje nga rregulloria e Kuvendit, mirë po nuk e kishin 2 të tretat. Dhe tash duke di që ka përfundu seanca, ndoshta edhe deputetet janë shpërndar, tash kanë thirrë seancë të jashtëzakonshme. Qa ka të jashtëzakonshme në këtë rast që në këtë orë me thirrë një seancë të jashtëzakonshme, po sigurisht që kjo ka qenë e planifikuar, sepse ata i kanë informuar deputetet e vetë që do të ketë seancë të jashtëzakonshme, dhe i kanë dalë deputetet e vetë, ndoshta deputetet e opozitës, për shkak se edhe është vikend, ndoshta janë shpërndo. Edhe kanë lidhë pushimet se dje ke pushim. Po, jo, janë shpërndo, se sot ishen e seancë janë shpërndo, tashtit nuk mundesh mrena orë nëse une, mos kisha qenë. Po, ishe njës për deçan. Po, mos të kisha konfirmuar tek ju se do t'jem në emision, unë tash do isha në deçan. A vlerë në tash për deçanit me u këthy se seancë jashtëzakonshme duheshti me... Qka ka të jashtëzakonshme me e thonë publikut? Situata politike është jashtëzakonshme, prandaj. Qka ka të jashtëzakonshme të ato projekt ligje që po dëshiroj me i trajtu në mënyrë të jashtëzakonshme. Nuk ka asnjë urgjencë, sepse dihet një filli seancë jashtëzakonshme është me ndodhë një diçka,
e thjerë një seancë jashtëzakonshme, mu trajtu një seancë jashtëzakonshme, jo seancë jashtëzakonshme për projektligje të thjeshta që ka qenë mirë me kalu bërë procedurat parlamentare. Është seancë për një situatë jashtëzakonshme që pritet me ndodhë kur nuk do të votohet presidenti i ri. Në bos gjithë kësaj, për shqipet është një agendë zgjedhore dhe nuk ka asë një urgjencë tjetër legislative. Ti me të falenderoj edhe një herë. Faleminderit edhe për juve. Ndërkohë shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Në Komoran të Drenasit është përuruar në stacioni i ri policor një investim që synon, siç u tha sot, rritjen e sigurisë dhe ofrimin më efikas të shërbimeve për qytetarët e kësaj pjese. Në këtë vetur ndodhet numri 1 i policisë së Kosovës. Disponimi i komandantit Gazmend Hoxha të premten nuk lidhet vetëm me prezencën e tij në vendlindje në Drenas. Ai u zhvendos atje për të përuruar në stacionin e ri të policisë në Komoran dhe u mirëpret nga kryetari i komunës Ramez Ladrovci. Ceremonia nisi me intonimin e himnit të Kosovës dhe atë të institucionit të policisë. Gjatë këtij të fundit, Hoxha u pa duke kënduar bashkë me të pranishmit. Më pas në fjalën e tij, Hoxha tregoi pse zgjodhen këtë lokacion për të investuar. Njëkohësisht të afrohemi sa më afër me qytetarët tonë, po ashtu duke vlerësuar kriteret dhe specifikat e lokalitetit të Komoranit dhe fshatrave përreth, duke analizuar gjithashtu pozicionin e saj gjeografik, një rrugë, në fakt një lokalitet nyje lidhëse e Kosovës, në qendër të Kosovës, me një zhvillim të hovshëm ekonomik, me një numër të madh të banorëve, bazuar në kërkesat dhe bazuar në statistikat e fundit të registrimit të popullsisë, Komorani me fshatrat përreth numëron paravorësisht rreth 20.000 banorë. Nga Drenica, Hoxha nuk e la pa përmendur edhe stacionin Enver Zymberi në Mitrovic të Veriut, kushtet në të cilin zgjuan reagime. Është rëndësishme të theksojmë se policia e Kosovës gjatë viteve të fundit ka bërë disa investime në objektet tona policore gjithandaj Kosovës. Është rëndësishme të përmendim se cilat janë këto. Janë ndërtuar disa objekte policore, objekte përcaktuar policor në Han të Elezit dhe punicitë policisë kufitare që operojnë në zonën e Kaçanikut. Është ndërtuar garazhi për automjetet blinduara në kompin e njësive speciale në fshatin Vrell. Është ndërtuar garazhi për automjetet blinduara në qendrën e njësive speciale në Zymberi në Mitrovic. I kënaqur me këtë investim u shpreh edhe kryetari Ramez Ladrovci, i cili konfirmoi se objekti u dha në shfrytëzim për 25 vitet e ardhshme. Një stacion i cili do të shërbejë sigurisë qytetarëve jo vetëm të Komoranit dhe fshatrave përreth, jo vetëm Drenozit, por gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh gjithë qytetarëve të Kosovës, po edhe gjithë atyre që e frekuentojnë këtë territor, në këtë rast rrugën Ibrahim Rogova që e lidh me shtetin shqiptar, që e lidh me kufirin e Maqedonisë, me Malin e Zi dhe me Serbinë. Do të jetë një pozitë strategjike për policën tonë që të veprojnë në gjithë territorin me shpejtësi dhe me efikasitet. E Ladrovci nuk mund të rrente pa bërë shaka ku shkaktoi të qeshura. Rajon ka dhe probleme shumëta. Na i thojmë kur ndodh diçka në autostradë, sidomos gatunën e kryetarit, do të me vit një era për të ndihmojnë me dalë me kjera me ndihmor goma ato kryetar për shakon. Me gjatë kërkoj gole më e nguti pak edhe drejtorës, edhe drejtori është qytetari joni. Edhe pas kësaj, falënderimi policisë për kryetarin nuk mungoi. Më pas me prerjen e Shiritit, zyrtarisht në stacionin policor në Komoran u bë funksional.
Zyrtarët dhe qytetarët u zhvendosën brenda tij për të parë nga afër dhomat e punës dhe pajisjet moderne në të cilat do të punohet në këtë institucion. Shikues të nderuar, erdhëm edhe në fund të këtij emisioni. Falenderoj gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë, shikoni emisionin frontal, mirë po edhe lexoni gazetën Ekspres.